Tu kemi dy probleme, cilat unë shikoj, një problemi i parë në anën morale dhe problemi në anën e mos funksionimit të drejtësisë në të gjitha hallkat që ajo duhet funksionojë. Pra, duke filluar nga polici i lagjes deri tek kryetari ose deri tek gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese, ne kemi një mos funksionim të sistemit të drejtës për sa i përket parandalimit të këtyre ngjarjeve. Shtete shumë të demokratike ose shtete që kanë të rregullt procedurën gjyqësore ka zgjedhur që të kenë në kodet e tyre penale dhe dënimin me vdekje. Por që këtu tek ne, pavarësisht se tillë njerëz, tillë autor e duan dënimin me vdekje, ne e kemi të pamundur zbatimin për shkak të mungesës së pandësisë dhe pavarësisë së gjyqësorit. Pra nuk e zbatojmë dot dënimin me vdekje, jo sepse jemi të mëshirshëm si shtet dhe si njerëz, nuk e duam ne dënimin me vdekje të tyre njerëzve, që ta kuptojmë mirë e mirë. Pra shteti shqiptar, populli dhe po të bësh nesër referendum e rikthe dënimin me vdekje. Ne nuk e rikthejmë dot, sepse kemi gjyqtarë të cilët deri dje janë të korruptuar në 50%, sot ka shkuar korrupsioni një 60% dhe do të pritet të shkojë në 80% korrupsioni. Pasi sot kemi gjyqtarë të cilët janë të mvarur si nga korrupsioni, ashtu edhe nga pushteti, ashtu edhe nga faktorë të ndryshëm të çështjes. Pra ne nuk e rikthejmë dot vendimin me vdekje në Shqipëri për shkak të pamundësisë së të zbatimit të drejtë të procedurës gjyqësore. E dyta, ne jemi sot në një, siç e thash dhe në fillim, në një rrënje të lirë gravitetit të parimeve tona të sjelljeve njerëzore, që do të thotë ne sot kemi mungesë informacioni për familjen, për sjellje njerëzore, kemi mungesë kodesh sjelljeve në familje. Pra nuk dim se kujt i drejtohemi. Pra në një mosmarrveshje në familje, ne nuk dim kujt i drejtohemi. Do t'i drejtohemi në një mosmarrveshje librave hyjnor, kanunit zakonor, traditës familjare. Kujt do t'i drejtohesh në një familje? Janë ca rregulla të pashkruara. Pra, këto rregullat e pashkruara që ne i quajmë sot nuk ekzistojnë më. Pra ne sot në Shqipëri, për fat keq, nuk kemi më rregullat pashkruara. Nuk kemi rregullat pashkruara as në marrëdhënien tonë njerëzore, shoqërore, në shkollë, nuk e kemi as me mësuesit. E ke pa që edhe 7-8 marsi më është thjesht një lokal me një koktejl të vogël, 7-8 marsi i viteve tona ishte ne mezi e prisnim. Pse? Të vlerësonim mësuesin. Ne sot nuk kemi më vlerësim për mësuesin. Ne thjesht atë 7-8 marsin e kemi për t'i fut mësuesin një 10.000 lekë atje tek çokolata që ja çojmë mësuesit për të na e pa fëmin më mirë dhe për t'u gjendë pranë fëmisë dhe ne kemi mbaruar punë me mësuesin atë ditë. Pra cili është problemi kryesor që unë shikoj, ne na kanë humbur këto rregullat e pashkruara që ti e the, ne na kanë humbur, sepse ne nuk kemi sot që tek lagja rregullat pashkruara, mos kemi më kryetar lagje të parin e fisit ose dikë që të kemi aty në lagje që të shkojmë ta pyesim për mend. S'kemi më. Njerëzit që pyeteshin për mend kanë ikur, janë zhdukur. Pra ne sot kemi këto rregullat e pashkruara, sepse jo çdo rregull do të zgjidhet tek polici. Policia është kur nuk funksionon rregulli i pashkruar, futet rregulli i shkruar dhe ligji për të dëntarët atje forca e ligjit, që sot edhe forca e ligjit për fat keq nuk ekziston. Por që të vi forca e ligjit duhen të paktën 2 dëshmitar. Ditë që sot i zgjen dot mas dëshmitar, sepse dëshmitarët pikrisht priren të dëshmojnë të vërtetën për shkak këtyre rregullave të pashkruara për të thënë të vërtetën përpara ligjit dhe përpara ligjzbatuesit. Ne sot kemi norma të prishura, të shpërbëra të këtyre rregullave që ne s'kemi kujt i drejtohemi. Pra fakti është pse ndodh kjo gjë?